يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. يبرسيت الله سبحانه وتعالى që të kujdesni për fëmijët e juve. Lidhekeri mithlu hadhil unthejn. Djalit I këta kanë sa dy vajzave. Fe in kunne nisan fawqa thnetejn, nëse janë grad ma shumë se sa dy, felahunna thulutha ma tarak, atilve të kanë e treta që umet, wa in kanat wahidatan falaha nisf. Nëse është vetëm një, I takon gjysma e trashëgimisë. وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. Prindve I takon 1/6 nga ajo që ka net nëse I vdekur ka pas fëmijë, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ. Nëse s'ka pas fëmijë, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ e trashëguar ata prindrit, فَلِأُمِّهِ الثُّلُث. Nënës në këtë rast I takon 1/3. إن كان له إخوة فلأمه السدس. Nëse ka vllazni, nënës takon 1/6 min ba'di wasiyetin yusi biha aw dayn. Pas porosisë, pas amanetit që e ka lënë testamentit. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Prindrit nga prindrit ose nga fëmijët e juve, ju nuk e dini se nga cili ju vjen dobia më shumë, faridatën min Allah. Të dispozita që u lexuan janë obligative për juve muslimanëve nga ana Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha kana aliman hakima. Allah subhanahu wa ta'ala është I dituri I urtë. Në këtë ajet fillon sqarimi I dispozitave të trashëgimisë. Kurse trashëgimia është prej temave më të vështira në Islam. Dhe në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë e para që do të harrohet në ummetin tim është trashëgimia. Të parën çështje të cilën kanë me lanë ummetin mos me e zbatue që duhet, ka me qenë trashëgimia. Dhe e shifni se thuj se kërkush prej muslimanëve ose shumë rrallë prej muslimanëve që e quajnë trashëgimin në vend mas vdekjes së personit. Shumë rrallë. Dhe nuk ka mundësi me ndonë ndryshe vetëm se ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra trashëgimia është prej temave më të vështira për me I sqaru dhe me ato gjithsecilit për tyre për shkak se ndryshon në varësi të antarëve të familjes edhe në varësi të pasurisë që e kalon edhe në varësi të lidhjeve familjare. Yusikum Allahu fi auladikum. Ju porosit ja vlen Allah subhanahu wa ta'ala amanet juve që të kujdesni për fëmijët e juve. Kjo është rasti I parë edhe I vetëm në Kur'an që Allah subhanahu wa ta'ala I porosit prind për fëmijët e vetë. Kurse në shumë ajete të tjera I porosit fëmijët për prindët e vetë. Wa qada rabbuka alla ta'buduhu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu ka caktuar që mos adhurohet kërkush përveç Allah subhanahu wa ta'ala edhe me prindët jeni të kujdesshëm. Nëse e zeprin pleshnia mos bëni kështu, prindët e keni për detyra ashtu. Shumë ajete Allah subhanahu wa ta'ala I porosit fëmijët që të kujdesen për prindët e tyre. Kurse vetëm në një vend të vetëm Kur'an, dhe ky është ajeti në surën Nisa, ajeti 11, I vetmi rast në Kur'an që Allah subhanahu wa ta'ala I porosit prind që të kujdesen për fëmijët e tyre.
komentatorët e Kur'anit kanë thënë pse Allah subhanahu wa taala ka shumë ajete i porosit fëmijët që të kujdesen për prindërit e tyre, kurse vetëm në një rast i porosit prindërit që të kujdesen për fëmijët e tyre, përgjigja është e thjeshtë nga se Allah subhanahu wa taala prindëve ja ka ngulit në zemrat e tyre, ata vetëm u kujdes për fëmijët, s'ka nevojë me thonë. Në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për fëmijët e posalindur, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullu mawludin yuladu ala fitratihi, gjithë secili prind fëmijë lind në natyrshmërinë e tij. Pastaj prindët e vet e bojnë yahudani u megjusani u nasrani, e bojnë megjusi zerotist, krishterë ose jahudi. Dhe nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e bojnë musliman, për shkak se ai nëse rritet në atë që është lind, ka më rrit musliman. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shpjeguar sigur që kafsha e lind të voglin e vet edhe kujdeset për te. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Allah subhanahu wa taala mëshirën e ka nda në 100 pjesë. Një prej tyre e ka zbrit në këtë dynjë, 99 tjera i ka lënë me ia dhënë begati besimtarëve në ahiret. Pjesë e kësaj mëshire, një prej 100 pjesëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë është edhe kafshë kujdesen për të vegjit e tyre. Vetëm ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në mbrëmsinë e tyre edhe kafshët mu kujdes për vegjit e vet. Pa mësu kafshën kërkush. Pa e thonë se kjo është mja jetë të dëshmëry, të dëshmë ushqyje, të dëshmë dhonë kështu. Kafsha e din vetë. Prind e din edhe më mirë. Dhe Allah subhanahu wa taala nuk i ka porosit prind për më kujdes për fëmijët e tyre, për shkak se në përgjithësi prind e din vetë këtë punë. Kurse fëmijët pastaj nuk e din. Kur të rriten ata, e t'i kanë prind e vjetër, nuk e din rëndësirë më kujdes për ta sikur që e din prind kur e kanë fëmijët e vegjël. Yusikum Allahu fi auladikum, këtë rast Allah subhanahu wa taala thotë ju porosit Allah subhanahu wa taala ju lën amanet që kujdesni për fëmijët e juve. Lidhekeri mithlu hadhil unthayayn, një djalit i takon trashëgimisë dy vajzave. Dhe kjo është një prej rasteve që Allah subhanahu wa taala nuk i ka bërë të barabart në trashëgimi. Por djalit i takon 2 pjesë ose një djalit i takon sa 2 vajzave. Dhe kjo është drejtësia Allah subhanahu wa taala, për shkak se Allah subhanahu wa taala secilit i jep atë që i takon. Ti takon çka ka dhënë Allahu. Asaj takon çka që ka dhënë Allah subhanahu wa taala, asaj takon. Dhe pastaj, Allah subhanahu wa taala i përmen kategoritë të cilave u takon secila hise. Dhe prindërve i takon hise nëse i vdes fëmia, edhe fëmijëve i takon hise nëse i vdesin prind, edhe motrave i takon hise nëse i vdesin prindët, gjithë antarët të cilët kanë hise në trashëgimi, pastaj cili do që vdes, trashëgimia ndohet në bazë të antarëve që i ka pas ky familje, ose kjo që i ka pas familje dhe përfundon ashtu që e ka përmenë Allahu subhanahu wa taala. Dhe në fund të Allahu subhanahu wa taala, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ku mund me fitu begati, shpërblim, nga mundet me të ardhë mirësia, ju nuk mundi me ditë. A nga prindi vjen më mirë begati, a nga fëmijët e juve. Kështu që duhet me pas kujdes edhe për prind, duhet me pas kujdes edhe për fëmijët. Dhe lidhatën min Allah. Kretë këto dispozita që i ka përmend më nalt Allahu subhanahu wa taala jenë obligative. Kur vdes dikush për muslimanëve, pasunia që ka met e tina personale, masi që kjo ka vdek, ndahet të antarët e familjes, qysh e ka saktu Allahu subhanahu wa taala më nda. Dhe kush nuk e ndan kështu,
ka bërë gjuna. Për shkak se e ka marrë pasurinë që nuk i takon. Njeriu para se me vdek ka të drejtë, nga pasunia vet me lënë testament 1/3 e pasunisë. Kurse tjetrën nuk ka të drejtë as me lënë testament. S'mund të afal këtë pasurinë dikujt apo lënë testament mos i besune, dikujt një njeri të huaj, s'ka drejtë. Vetëm 1/3 ka drejtë me ia dhënë ku na don, pjesa tjetër ka më shpërndo patjetër të anëtarët e familjes. Faridatun min Allah, kjo është obligim prej Allah subhanahu wa taala, inna Allah kana alimun hakima, Allah subhanahu wa taala din atë që e bëjmë ne. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور